Na kanë mësuar se liria është të votosh, të flasësh apo të udhëtosh. Por së fundmi po kuptojmë se liria është thjesht të mund të ecësh në tokën tënde pa u ndjerë i huaj. Në Shqipëri Bregdeti i Jugut po ndryshon me shpejtësi. Për miratimet të ligjit për investime strategjike në vitin 2015, mijëra hektar tokë bregdetare janë dhënë për projekte turistike private. Sipas Citizens Channel, mbi 5.8 milion metër katror tokë janë dhënë investitorëve strategjik në të gjithë vendin, ndërsa rreth 1.6 milion metër katror vetëm në Bregdetin e Jugut. Zona si Palasa, Dërmio, Jala apo Imara janë kthyer në qendra ndërtimesh luksoze, resortesh private dhe vilash ekskluzive. Projekti më i njohur është ai Green Coast në Palas, ku kodra është betonizuar e gjitha në shërbim të një segregimi hapësinor të qëllimshëm. Dhe pyetja nuk është nëse Shqipëria duhet të zhvillohet, sigurisht që po. Pyetja është për kë dhe si po zhvillohet. Në Himar konfliktet për pronat dhe tokat kanë vazhduar për vitesh. Shumë banorë që akuzojnë shtetin për favorizimin e interesave turistike dhe investitorëve të mëdhenj. Herë David Thoreau shkruante se kur diçka është thellësisht e padrejtë, heshtja bëhet një formë bashkëpunimi. Për aty lind ideja e mosbindjes civile. Refuzosh atë që shkatron të mirën e përbashkët. Dhe refuzimi nis që me votimin e atyre që na qeverisin, e mbaron me ngritjen kundër politikës komerciale. Sot problemi nuk është vetëm Shqipëria, kudo në botë natyra po privatizohet. Deti po bëhet luks dhe një minoritet i pasur, qoftë ai europian apo hebre, po privatizon tokën dhe detin. Në rastin më të mirë, ashtu siç na e shet qeveria, Shqipëria po zhvillohet, por një zhvillim nga i cili përfiton vetëm një pakicë. Ata që kanë pushtetin, kapitalin ose mundësinë të blejnë atë që dikur ishte e përbashkët. Ndërsa në rastin më të keq, ne po shesim tokën tonë copë pas cope, derisa një ditë të kuptojmë se nuk kemi më tokë. Më e rënda është se kjo nuk ndodh më një herë, ndodh ngadalë. Aq ngadalë sa njerëzit fillojnë të mësojnë me humbjen dhe shitjen e territoreve. Dhe ndërsa flasin për bashkime kombëtare, harrojmë se një vend mund të humbas edhe pa luftë. Është i humbur kur njerëzit e tij nuk ndihen më zot në tokën e tyre.